Ka shkruajt Zoti me ndodh. Përpiqet gjithë dynjaja me I bë keq njëri. Ndoshta gjithë lagje, gjithë njerëzit, por si bëjnë keq, nuk e ka shkruajt Zoti. Ndoshta ndodh që njeriu e do me arriti që, e do diçka. Po ajo nuk është shkruajt për ty. Ka shkruajt gjë tjetër Zoti për ty. Dhe vjen ajeti Kuranit ku thot Allahu I lartësuar wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u ligështoni, mos u piklloni, se ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Besimi është çështje e madhe. Me besu në caktimin e Zotit gjithësisë është rahati. Rahatohet njeriu nga shumë gjëra, nga shumë siklete. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, an-nasru ma'a as-sabr. Fitoria thot vjen me durimin. Wal faraj thot ma'a al-karb. Triumfi ose lehtësimi I çështjeve vjen pas vështirësisë. Wa inna ma'a al-usri yusra. Dhe me të vërtetë thot pas vështirësisë vjen lehtësimi.